Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin që shëron dhimbjen e gjurit për gjithmonë. Ja si ta përdorni. A keni dhimbje gjuri? Atëherë në këtë video ju do të gjeni disa produkte natyrale që largojnë dhimbjen me njëherë. Shikoni se cilat janë këto. Vaj kokosit. Ky vaj ka veti të shumta anti-inflamatore të cilat ndihmojnë për të trajtuar dhimbjen në këmbët tuaja. Masazhojeni këtë vaj në gjunjët tuaj dhe shikoni se si do të keni një lehtësim të menjëhershëm. Limoni. Limoni është i pasur me acidin citrik që mund të ndihmojë në largimin e dhimbjes së gjunjëve tek personat të cilët vuajnë nga artriti. Vaj ulliri. Vaj ulliri gjithashtu trajton dhimbjen e gjunjëve dhe gjunjët e ënjtur. Masazhoni këtë vaj në këmbët tuaja për disa minuta dhe do të vëreni lehtësim të menjëhershëm. Turmerik. Turmeriku apo kurkuma ka veti të shumta anti-inflamatore që mund të ndihmojë në dhimbjen e gjunjëve. Lëngu i rrushit. Lëngu i rrushit gjithashtu është i njohur edhe për të ndihmuar në dhimbjen e gjunjëve. Me kalimin e kohës, trupi i njeriut humbet forcën e vet dhe bëhet më i brisht. Kyçet fillojnë edhe të preken më lehtë nga frakturat për shkak të vështirësive në lëvizje. Piktakimi i kockave përbëhet nga ligamente, tendina dhe kapilarë të cilët veshin edhe muskujt. Gjuri në veçanti përballet me shumë stres dhe nga ana tjetër mundëson jo vetëm lëvizjen e pjesës së poshtme të trupit, por edhe mban pjesën e sipërme. Kupa e gjurit është ajo e cila ka nevojë për lubrifikim të vazhdueshëm. Në të kundërt, ajo do të preket nga inflamacioni. Dhimbjet janë të forta dhe kryesisht shkaktohen nga artriti, reumatizma, lëndimet, sëmundjet imunitare, infeksionet, tendinat problematike dhe gjithashtu akumulimi i acidit urik e të tjerë. Për fat të mirë, ka shumë kura natyrale të cilat funksionojnë kundër dhimbjeve të gjurit. Speci i kuq djegës. Speci i kuq djegës është përdorur prej shekuj kundër dhimbjeve. Ai përmban kapsaicin që bllokon transmetuesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina ndalon fibrat e nervave që të ndjejnë dhimbje dhe njëkohësisht ta transmetojnë atë. Kapsaicina parandalon edhe shpërndarjen e dhimbjes në zona të tjera. Uthulla e mollës. Sipas të dhënave, uthulla e mollës futet në lëkurë dhe shpërbën kristalet e acidit të cilat formohen në kyçe. Acidi acetik zbut dhimbjen e tendinave dhe inflamacionit. Për më tepër, uthulla përmban shumë minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi dhe fosfori. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është shumë i dobishëm kundër inflamacionit, madje shërben edhe si një vaj bartës i shkëlqyer. Xhenxhefil. Studimet kanë treguar se aplikimi në lëkurë i xhenxhefilit e zbut dhimbjen e osteoartritit brenda një jave. Xhenxhefili nuk ka natyrë agresive dhe ka aftësinë që të vënojë madje dhe të shmangë nevojën për përdorimin e trajtimeve më të vështira mjekësore. Kjo pastë e pakson inflamacionin dhe nga ana tjetër zbut dhimbjen. Kjo pastë duhet bërë duke përzier vaj ulliri, uthull, xhenxhefil dhe spec djegës. Të gjithë këto përbërës luftojnë inflamacionin dhe nëse konsumohen si ushqim. Përbërësit janë 2 lugë gjelle me spec djegës pluhur, 1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri të pastër dhe të ngrohur. Si uthulla ashtu edhe vaj bëjnë të njëjtin efekt, ndaj ju mund të zgjidhni sipas mundësive. Një copë e vogël xhenxhefil të grirë holl. Përgatitja.
Përzieni uthullën ose vajin e ullirit me specin djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajini për 20 minuta. Më pas, shpëlajini zonën dhe thajini me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mundet që ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi, përzieni edhe një herë. Ne ju rekomandojmë që dhimbjet e kyçeve dhe gjurit, së bashku dhe të kockave, nuk duhet të neglizhohen. Shpesh ato kërkojnë ndërhyrje mjekësore, por në shumë raste, kurat natyrale ju ofrojnë qetësinë e munguar. Shpesh ato kërkojnë ndërhyrje mjekësore, prandaj ne ju këshillojmë që të shkoni tek mjeku. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet e gjurit mund të mbështeteni tek mjekësia alternative, e cila mundet që të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Ju duhen 2 lugë piperi i kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë më pas në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton në dhimbjet e gjurit. Mund ta ngrohni për deri në 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke masazhuar lehtë me duar. E lini që të veprojë për disa orë dhe më pas shpëlajeni. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë duhet që të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo recetë që ju vendosni të aplikoni. Gjyshet tona nuk kanë pasur shumë mjekime në kohën tonë, por e dinin se si të shëroni në dhimbjet. Dhimbjet e kockave, më konkretisht të gjunjëve, zakonisht shkaktohen nga ndonjë lëndim, artrit apo dobëstim i strukturës së kockave. Duke përdorur ndonjë ilaç natyral të cilin mund ta përgatisni në shtëpi, ju mund të shpëtoni nga dhimbja, por gjithsesi duhet të vizitoni një mjek nëse dhimbja nuk shkon. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë kripë e zezë, bezë ose rrobe trash. Udhëzimet: ngroheni kripën e zezë në sobë, mbështilleni me një beze apo rrobë të trash pambuku. Vendoseni atë më pas në gjurin tuaj që ju dhëmb dhe kur të ftohet mund ta hiqni. Pastaj mund ta fërkoni gjurin tuaj me limon. Përsëriteni këtë 4 ditë me radhë, po me këtë kripë vetëm 1 herë në ditë. Mirë, po duhet të dini se dhimbjet e gjurit shpeshherë kanë nevojë për trajtime mjekësore, prandaj në qoftë se dhimbja juaj bëhet kronike dhe zgjat për një kohë të gjatë, e mira është që të shkoni me patjetër tek mjeku juaj për të marrë trajtimin e duhur. Duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.